Ndoshëm së bashku materialin e përgatitur në Republikën Çeke, jemi kënaq, kemi shiu ushqime të shumta dhe mikpritja e shqiptarëve atje normalisht që ka qenë fantastike. E tash është koha të përshëndesim edhe Florianin që na ka ardhur në studio përsëri këtë javë. Florian, përshëndetje. Përshëndetje. Si kalove këto ditë në Kosovë? Mirë, super. Mirë. Atë kemi mundu pak më ardhë çdo javë këtu në Pasion e Profesion, apo është kënaqësi dhe ndoshta e kishiu pak më ndryshe kuzhinë në këtë ambient? Ja, faleminderit te juve, ishte kënaqësi për çdo sen. Çka kemi përgatitur sot, Florian? Sot kam e bë menyn e parë tagliatelle me kpurdha edhe me ribeye steak. Okej, super. Po tagliatellet nuk po i shoh që i ki këto. Po më duket se duhet me t'i sjellun. Patjetër. Po i marr pra edhe tagliatellet nga P&K, cilat janë më të mira normalisht dhe i përdorim. Andi, përshëndetje. Si kalove? Tek këndjetëtës, ku mundemi me gjetë çdo produkt, janë edhe tagliatellet, pra pastat e P&K-s, cilat i përdorim çdo herë në shtëpitë tona, për gjithashtu edhe këtu në studio. Po ja dërgoj Florianit. Florian, por në. Faleminderit shumë. Fillu ndoshta edhe me zgjedhjen e tyre. Patjetër. Po shoh që gjithçka e ki kështu gati në dispozicion veç me fillu. Po shkoj po edhe të Andi po e pyes për recetën sot. Andi, përshëndetje. Si kalove? Mirë, faleminderit. Si kalove te? Mirë, super. Faleminderit që je çdo herë pjesë e Pasion e Profesion. Jemi këtu kënaqësi bashkë në më të studio. madhe, jam gjithmonë. Sot kemi vendosur me bëni fileto levreku me salcë limonit, e shoqëruar me pak spinaç. Okej, nizi po e pres. Do me thonë, së pari fillon me fileton, Po. po i shoh 2 limona. Pak makanas, pak spinaç, sallat kale, hudër, Okej, super. edhe melmesat e podravkës si gjithmonë. Si Mos t'i gjithmonë, harrojmë. vegeta dhe erëzat e podravkës janë në treza tona. Florian, pa e mojnë men, pjatën e parë, Po. kur ke fillu në kuzhinë, cila ka qenë datë, ka dalë mirë, apo do shta ke qenë në ato fillimet pak i dëshpërum që ka dalë pjata, a me parën e ke startu mirë? Në fillimin, kur e kom startu, do me thonë pjotën e parë e kom bë pak me stres. Okej. E ka qenë për një person shumë mirë, do me thonë për haxhën tem, shef kuzhinë. Po, Normalisht që e pas ke pas pak me stres. me sukses ka dalë me sukses. Cila ka qenë ajo? Çfarë pjatë ke përgatitur për herë të parë? Pasta Napoli, Okej. është me sos patligjon. Do me thonë ushqimi që ti mame qef e bënë janë pasta, po më duket. Pasta, peshku, mishi, gjithë një kombinacion. Gjitha. Ta. E përderisa shikues të dashur, Andi dhe Floriani janë në hapat e parë të përgatitjes së pjatave, ne po shkëputemi për një blok të marketingut, por qëndroni me ne sepse rikthehemi vetëm pas pak. Shikues të dashur, u rikthyem nga bloku i parë i marketingut e tani jam tek ky seti i mrekullueshëm i Karaxhës. Pra Karaxha na ka mundësuar që të kemi të gjitha enët më të mira dhe më kualitative nga Karaxha dhe ky set pra është i mrekullueshëm. Gjithashtu unë kam e pi një çaj tash në filxhanin e Karaxhës. Po e marr një çaj Beauty nga Podravka, sepse tashmë çajat na duhen gjithmonë këtë kohë. Pra ky është çaji Beauty që na ndihmon që të jemi më energjike, më të freskëta kështu për çdo ditë.
Florian, si po të shkon? Mirë, super. Po e përgatisun qajin. Edhe po ta liraj tash këtu hapësirën. Shkoj pak të Andi po e shoh se si ka punët këtu. Andi, s'po të shkojnë? Super. Apo na tregon edhe ti për pjatën e parë që e ki përgatit dhe çka ka qenë? A e man mend? Po, e mojnë mas. Krejt në fillim. Unë më punë dim sa të kohë dhe konferenca punë e madhe për me mbrit dete me hinë pjata me bo. Mojnë manë se shefi kuzhina s'fona pa të qëti me bo risotto. Tu që pjata porë thonë risotto me bo. Risotto në shërbojmë na në mënyrë të langë, shme mërzi për fillimit, për izin si javën e kalume të shëpata, që e bona, për fillimit. E cilat kanë qenë ato komentet e para që i ke marrë? Jo të mira. Jo të mira, se... Po për bona real, ose fillimi, jo thonë. Kërtherë ke me bo një pjata, thonë më ndryshe. Do me thonë, po, qato komentet që kanë qenë jo të mira, të kanë bo ende ma të forte dhe të kanë bo ndërsa me u mundu edhe me mësu diçka edhe tash me arrit këtë sukses që i ki stojt. Po, vërtet. Florian, Po, po si e përshkruan gatimin tënd me 3 fjalë? Tagliatelle porcini, ribeye steak. Okej. Po, a ka ndonjë moment, ndonjë aromë kur jenë që ki që ta kujton Kosovën? Shumë. Cila është ndoshta ajo që mas shumë ti kur e dëgjon e ki një kujtesë vendit tënë? Kosovën mas shumë aroma e brumit. Okej. Se jena rrit, mas shumë Jemi e buk. rrit. Nana, gjyshet tona kanë përgatit gatimet tona gjithmonë. tradicionale. Po. Po besoj që edhe vegetën kur përgatit me ta atje, ta kujton Kosovën. Qysho, vigeta, pa vigetë së më rrinë. Por gjithashtu, pasi që e kemi vegetën këtu, për ju tregoj që vegeta vjen me një paketim të ri, por e ka shijen krejtësisht të njëjtë, siç ka qenë më herët, vetë se është ky paketimi më modern, më i bukur, pse edhe ai vjetri ka qenë shumë i bukur dhe na kujton neve dhe fëmirin, por po ja lë edhe këtu Florianit se i duhet, po besoj. Pa tjetër, pa vigetë, s'ka. Andi, po cila është aroma jote që ty ta kujton fëmirin? Kur ke qenë i vogël, këthen brapa. Unë zakonisht aromat e mëngjesit që i breke mama, lëkuma, ajo të french toast që buka me vloq të sena më kujtojnë të mirën. Që ato kom pas qef edhe alasë si që tash të fmi, kur kom po shemi thë mamit, apo na bënë qysh na ki bo ma herët. Si e përshkruan vetën me 3 fjallë? Unë e veç me një asha përshkruj vetën me disiplinë. Unë e kam disiplinë. Në punë kam disiplinë. Që kjo më bënë të më arrit ku jam në moshtrej, me disiplina në punë. Ande i rije. Po. Florian, po a përzin ndonjëherë, ndoshta ndonjë element të kuzhinës shqiptare në atë qeke? Po, ka specialitete që mund me bo një kombinim me mishin e lopës, të kingjit, kanë shumë, do me thonje, të përbashkët. Po. Po më duket që edhe je drejt fundit, Po, nëse s'po gaboj. ashtu. Po shkëputemi edhe për një blok të dytë të marketingut dhe pastaj rikthehemi për të provuar pjatat e Andit dhe të Florianit këtu në studion e Pasion e Profesion.
përsëri bashkë në studion e Pasion e Profesion pas bllokut të dytë të marketingut e tani është koha më e mirë sepse do jetë edhe testimi pjatave. Pjatat po duken fantastike e këtu bashkë me mua është përsëri Patrik Augustini. Përshëndetje. Patrik, mirë se erdhe përsëri. Mirë se u gjeta. Shpresoj që nuk e pritu me ardhë, dhe shpresoj që kanë me të pëlqy edhe pjatat, edhe kësaj rade, si erën e kalume. A kina i fjallë me thonë për vllaun sot? Vllau si vllau. Është profesional, korrekt, disciplinum. S'ka ma shumë. E kemi vrejt edhe ne në studio që tama janë këto fjallë që po i thuti sot. Florian dhe Andi mund të vini këtu, ti sjellni edhe pjatat e juaja. Dhe ndoshta të na tregoni pak procesin deri në fund të kësaj pjate, si keni arritur këto pjata të mrekullueshme. Faleminderit shumë. Unë po i marrë edhe disa pjata nga Karagja që kemi këtu përballë, bashkë me... Po e prish pak këtë setin këtu, po s'ka problem. Pjatat e bukura nga Karagja. Florian dhe Andi, faleminderit shumë për këto pjata të mrekullueshme. A mundeni me na tregu pak procesin si keni arrit deri te përfundimi i pjatës? Kjo është një pjatë, do me thonë, ribeye steak i filetum, medium, i pjekun, me tagliatelle porcini. Okej. Andi? Dërsa pjata tjetër është fileto levreku, e shoqëruar me spinaç, sallat kale dhe sos limonit. Urdhna Patrik. Po filloj me peshk. Unë ndoshta po e marr, po filloj edhe unë me pjatën e Florianit. Sa bukur u duke, Shumë mirë. kështu Lumshin dur. me të ardhë pak gjyna me e prish këtë pjatë. Patrik, për cili është ushqimi i ti preferum? Për mu qëtu Floriani shpesh i kanë recetet në restoran edhe i kam të preferuar qëtu tagliatelle porcini. Shumë e shëshme. Lumshin dur. Ndo një koment? Patrik? Shumë e mirë. S'di që me thonë, lumshin dur. Bravo. Suksese. Nuk kam çka me shtu përveç fjalëve të Patrikut. Pjatat fantastike, shumë të shishme. I lumshin durt. Edhe prej meje. Faleminderit shumë që Florian që ishe edhe sot pjesë e Pasion e Profesion. Do e kemi edhe një javë tjetër Florianin këtu bashkë me ne, sepse ka shtu i thonë Patrik. Faleminderit shumë Andi që je gjithmonë pjesë e Pasion e Profesion. Nëse, imja.